vërtet. Sepse normalisht është 2 milionë euro, 3 milionë euro, ai më mirë shkojë merr në Greqi ose merr në Hungari çrën si ka, se sa ta marrë këtu. Rasti konkret për shkakun. Pse ky paragjykim për ne? Tregu varfër. Po është tregu varfër për ato lojtarë. Jo, thotë që më mirë ta marrë në Hungari 2-3 milionë se sa këtu. Pse? Po se në Hungari futbollisti është më cilësor se në Shqipëri. Është vërtet kjo? Po. Është vërtet sepse gjithë lojtarët për shkakun që kanë nik 1,5 milion euro, shembull po ta marr Skukën, se normalisht është publik, 6 muaj neti në Francë dhe u rrithy prapë. Pra, nëse do të investosh 2 milionë euro për të blerë kartonin e një futbollisti, edhe unë po t'isha një klub europian perëndimor, sigurisht që do t'i kisha hedhur syt tek lindja, por pa konjunktur, se ndonjëherë transferet janë dhe konjunkturale, drejtori, menaxheri etj. Normal. Pa konjunktur, mund t'i hidhja syt më shumë te Hungaria, te Slovakia dhe te Kroacia për shembull. Mos ndoshta kjo, më fal që ju ndërpres, po unë s'jam opinionist, unë jam observues. Të reagojnë në kanjones. Dhe tani observoj diçka.